Sot në komunën e Malishevës janë arrestuar 58 persona të dyshuar për falsifikim të rezultateve zgjedhore për kandidat për deputet në këtë komunë. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Gjakov Enes Gashi, në kuadër të këtij rasti janë intervistuar 15 kryesues dhe 43 komisioner. Me vendim të prokurorisë, 15 kryesues janë ndaluar, ndërsa për komisionerët hetimet janë ende në zhvillim. Pasi që kemi vepruar përmes policisë, do të thotë me autorizimin e prokurorisë, sikur se e keni vërejtë edhe sot në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë të ndaluar për 48 orë dhe brenda afatit ligjor prokuroria do të vendosë në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisionerët e tjerë, jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale, pasi që në këtë rast ka qenë të angazhuar 2 prokurorë të departamentit për krime të rënda dhe deri më tani kemi mbledhur të gjitha provat materiale dhe ato personale kryesore, por që hetimi do të vazhdoj edhe me tutje. Ndërkët shefi i sektorit të hetimeve në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, nën kolonel Bekim Avdia, ka deklaruar se përveç personave të arrestuar, ka edhe persona të tjerë që janë duke u hetuar, të cilët pritet të intervistohen lidhur me procesin zgjedhor në komunën e Malishevës. Kemi realizuar fillimin e hetimeve lidhur me dyshimet e kësaj shkelje ligjore që është bë, dhe pas provave dhe dëshmive që janë siguruar dhe janë nxjerrë, kemi pa që janë për momentin të implikuar 68 persona, kryesues dhe komisioner, nga të cilët sot janë ftuar dhe janë intervistuar në shifrat që i dha dhe kryeprokurori 43 komisioner dhe 15 kryesues, për i cilëve na kanë mbetur edhe 3 kryesues dhe 7 komisioner, për cilët besojmë se shumë shpejt edhe ata do të intervistohen dhe do të procedohen sipas procedurave. Ne do të vazhdojmë bashkëpunim me prokurorinë që deri në elementet e fundit të shkeljeve të mundshme që janë, ti zbardhim dhe ti procedojmë sipas ligjeve të aplikuara të Kosovës. Nga ana tjetër, koordinatorja nacionale për zgjedhje prokuroria Laura Pula nga Gjakova ka theksuar se asnjë individ pavarësisht pozitës apo funksionit që mban nuk është mbi ligjin. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe të koordinuara hetimore, janë kryer arrestime duke përfshirë individ që shërbejnë si komisioner, të cilët dyshohen se kanë manipuluar vota. Këto veprime nuk janë simbolike. Ato janë të bazuara në prova, janë të nxitura nga ligji dhe të ekzekutuara në përputhje të plotë me të gjitha procedurat ligjore. Le të jemi të qartë, asnjë individ, pavarësisht pozitës apo funksionit, nuk qëndron mbi ligjin dhe integriteti i procesit zgjedhor është i panegociueshëm për të tërë. Në këtë konferencë për media u bë ditur gjithashtu se hetimet do të shtrihen edhe në komuna të tjera, ndërto edhe komuna e Gjakovës, ku policia në bashkëpunim me prokurorinë është duke mbledhur informacione lidhur me procesin zgjedhor.